Konfederata Ndërkombëtare e Sindikatave ka publikuar raportin e saj vjetor ku evidenton një përkeqësim të theksuar të drejtave të punëtorëve në mbar botën. Indeksi vjetor i ndërtuar mbi 97 tregues të Kombeve të Bashkuara dhe traktateve ndërkombëtare sjell këtë vit rezultatin më të dobët që prej vitit 2014 për rajonet e Europës dhe Amerikës. Edhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky realitet shqetësues. Raporti e rendit Shqipërinë mes vendeve që kufizojnë të drejtën për grev duke i dhënë vlerësimin 3. Kjo kategori përfshin shtete ku shkeljet janë të vazhdueshme edhe pse ekziston një kornizë ligjore për njëjën të drejtave të punëtorëve. Në Fier qytetarët ndajnë të njëjtin shqetësim duke theksuar vështirësitë e përditshme që përballin punëtorët shqiptar. Iknë në punë, hesme një tjetër. Kështu e që ata ose nuk respektojnë ata, apo unë them që nuk respektojnë ata, se këta ka fëmijë, nuk e di. Nuk e respektojnë punëdhënësit thoni? Punëdhënësit po them. Punëdhënësit jo. Po sindikatat kanë rol këtu te ne? Allah i di tani unë nuk. Jo. Të e them me plot gojë. Sindikatat unë them që janë jo. Se s'ka fare. Unë them nuk i njohun se kush. Nuk ndihen fare se ku janë. Ju çfarë mendimi keni për drejtat e punëtorit? Kanë punëtorit realisht drejta, respekton të drejtat? Duhet të ketë të drejta punëtorit, se ai ndjen lodhje të jetën. Por roli sindikatave? Po sindikatat ato e kanë, sindikatat. Tashi s'ka dhe fuqi punëtore këtu te neve tashi. Tashi janë më tepër janë private. Privati shikon interesin e vet. Në raportin e ITUK kritikohet ashpër dhe qeveria shqiptare për krah vendeve si Hungaria, Moldavia, Malizi dhe Britania e Madhe. Këto shtete akuzohen për abuzim me ligjin duke zgjeruar për kufizimin e shërbimeve thelbësore dhe përpasoj duke kufizuar ndjeshëm të drejtën për grev. Kjo manovër ligjore shihet si një ndër format më të rrezikshme të ndalimit të protestës së punëtorëve, por cilat janë ligjet që rregullojnë të drejtat e punëtorëve në Republikën e Shqipërisë. Në Republikën e Shqipërisë janë dy ligje shumë të rëndësishëm, të cilit janë Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë me numër ligji 7961 datës 12/7/95, si dhe ligji për sindikatat në Republikën e Shqipërisë, i cili është me numër 7516 datës 7/10/91. Të dy këto ligje sipër me njëri tjetrin bëjnë atë që të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve dhe punëmarrësve në raste të ndryshme të zgjidhen ligjërisht ose vullnetarisht. Ndërsa situata përkeqësohet në shkallë globale, ekspertët paralajmërojnë se pa ndërhyrje të menjëhershme dhe reforma të thella të drejtat e punëtorëve do të mbeten të cënuara. Qytetarët kërkojnë më shumë mbrojtje dhe një zë më të fortë për të garantuar të ardhmen e tyre në vendin e punës.